Ramazani fton në ruajtjen e kohës. Falënderimet I takojnë Allahut të Madhërisëm, ndërsa përshëndetjet dhe selamet tona janë mbi profetin Muhammed Mustafa, mbi familjen dhe shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që pasuan gjurmët e tij. Sa të shpejta janë orët, çastet, netët, ditët dhe vitet, të cilat kalojnë nga jeta e njeriut. Çdo rrahje e zemrës I thot njeriut se kjo botë është vetëm disa çaste. Andaj bëj një të mirë si përkujtim, nga që përkujtimi është një jetë tjetër. Allahu I Madhërisëm e përshkruan përgjigjen në ditën e gjykimit të atyre që ishin të zhytur në dëfrime dhe në humbje kohe, duke thënë se ai thot: "E sa vjet keni kaluar në tokë?" Ata thonë: "Kemi qëndruar një ditë ose një pjesë të ditës." Pyeti ata që din numërimin. Ai thot: "Mire keni, sikur ta dinit, një mend pak keni qëndruar. A menduat se ne ju krijuam kot dhe se ju nuk do të ktheheni tek ne? I lartë është Allahu, sunduesi I vërtet, nuk ka zot tjetër veç Tij, Zoti I Fronit Bujar." Një prej të devotshmëve ka thënë: "Jeta është e shkurtër, andaj mos e shkurto edhe më shumë me pakujdesi." Kjo është shumë e vërtet, nga që pakujdesia e shkurton kohën duke mos e shfrytzuar atë dhe duke I kaluar ditët e netët pa ndonjë dobi dhe pa ndonjë përfitim në rrugën e Allahut Madhërisëm. Është vërtetuar nga profeti, paqja e Allahut qoftë me të ketë thënë: "Dy mirësi janë që shumë prej njerëzve tregohen të pakujdesshëm ndaj tyre: koha e lirë dhe shëndeti. Shumë prej njerëzve janë mirë me shëndet dhe kanë kohë të lirë, por ajo u kalon pa ndonjë angazhim apo pa përfitim në rrugën e Allahut të Madhërisëm, andaj është humbje e saj." Po ashtu është vërtetuar nga profeti, paqja e Allahut qoftë me të ketë thënë: "Nuk kanë për të lëvizur nga vendi këmbët e njerëzve derisa të mos pyeten për 4 gjëra, e në mes tyre ka përmendur edhe kohën se si e kanë shpenzuar. Koha apo jeta është një thesar shumë I çmuar. Në rast se shpenzohet në rrugën e Allahut të Madhërisëm, do të gjenden frytet e tij në ditën kur nuk do të bëj punë as fëmia e as pasuria, përveç atyre që dalin para Allahut të Madhërisëm me zemër të pastër. E nëse e shpenzon atë në të kundërtën e saj, para e shpenzon në gjëra të kota, në dëfrime dhe kënaqësitë kësaj bote, do të pendohet si asnjëherë më parë, por kjo nuk do t'i bëj më dobi pasi do t'jetë shumë vonë. Prej asaj që do të thonë, do t'jenë dhe fjalët e tyre: "A, mirë për ne si e humbëm kohën." Dita dhe nata janë 2 faza kohore që mund ta shpihen njeriu në lumturitë të përhershme dhe të përjetshme, apo mund ta shpihen në vuajtje të përhershme dhe të përjetshme. Prandaj duhet kemi kujdes se si t'i shfrytëzojmë ditët dhe netët tona, sepse do të vi koha kur do të pendohemi, por pa asnjë dobi. Të parët tanë, prej të devotshmëve, ishin shumë të kujdesshëm në ruajtjen e kohës, saqë ata kanë tregime dhe ndodhi shumë interesante rreth kësaj çështje. Ka pasur prej tyre që në pritje të vdekjes lexonin Kuranin, siç ishte rasti I Gjunejd ibn Muhamedit. E kur u pyet se a edhe në këto çaste ku e mundon veten deri në të mas, ai tha: "E kush është më meritor që të mundohet dhe të angazhohet me adhurime se vetja ime?" Po ashtu kemi rastin e Esued ibn Jezid et-Tabiit, që falej në pjesën më të madhe të natës. Disa prej shokëve I kishin thënë se: "Përse nuk po qetësohesh pakës?" E ai u tha: "Duke kërkuar pushimin dhe qetësinë jam." Do me thënë që kishte për qëllim kënaqësinë në botën tjetër. Sufjan e Theuriu një ditë ishte ulur në xhaminë e Qabes në Mekë dhe po bisedonte me disa njerëz kur papritur u ngrit duke thënë: "Jemi ulur këtu dhe po bisedojmë, ndërsa dita po e bën punën e saj. Do të thotë po ecën dhe ne nuk jemi duke e shfrytzuar atë." Ka pasur prej të parëve që kohën në ndanin në orë, 1 orë për namaz, lexim Kuranit, kërkim të dijes, kërkim të riskut, përkujtim ndaj Allahut, meditim,
familjes, gjumit dhe asesi në programin e tyre nuk mund të gjeje kohë të ndarë për dëfrime dhe kohë të humbur kot. Më vonë, njerëzit i kaploi humbja e kohës. Përveç atyre që janë mëshiruar nga Allahu i Madhërisëm, gjumi i tepërt për punësia, për tatësia, të tepruarit në dëfrime dhe gjërat lejuara, ndenjet e padobishme, takimet që edhe pse nuk janë drejt për drejt të ndaluara, të shpihen drejt haramit dhe të bëhen shkak për të. Prej gjërave që më së miri e rregullojnë kohën dhe ndihmojnë shfrytëzimin e saj në formë të duhur, është namazi. Në lidhje me këtë, Allahu i Madhërisëm thot: me të vërtet namazi është për besimtarët në kohë të prerë. Pas namazit të sabahut është koha e leximit Kuranit, e përmendjes së Allahut të Madhërisëm dhe meditimit. Kjo zgjat deri në lindjen e diellit e pastaj fillon koha e punës, angazhimit, kërkimit të diturisë, kërkimit të pasurisë dhe lëvizjes në tokë. Kjo zgjat deri në namazin e drekës. Pas namazit të drekës është koha shumë e përshtatshme, në veçanti për studentët që të merren me leximin e librave të ndryshëm, dhe pas namazit të ikindis është koha e përqendrimit në bibliotekë dhe leximit të materialit kërkuar për profesionin e secilit, e kjo zgjat deri në kohën e akshamit, ku më pas fillon koha e takimeve dhe vizitave tek vëllezërit dhe të afërmit, e më vonë pas namazit të jacis është koha e ndenjes me familjen dhe e gjumit, në mënyrë që më vonë të mund të ngrihen për namaz nate. Dita e enjte është ditë pushimi dhe duhet që njeriu të përkushtohet ndaj familjes dhe të dalë shëtitje, të merret me aktivitete që janë në dobi dhe në të mirë të familjes së tij. Ndërsa dita e xuma është dita e adhurimit dhe e përkushtimit ndaj Allahut të Madhërisëm. Andaj besimtari duhet të pastrohet, të vishet bukur, të rregullohet dhe të bëhet gati për shkuarjen në namazin e xumas. Muaji i Ramazanit është një muaj në të cilin njeriu mund ta rregullojë orarin e tij dhe mund ta shfrytëzojë shumë më mirë kohën e tij për të kryer vepra që shpihen drejt kënaqësisë së Allahut të Madhërisëm dhe mirësive të tij. Agjëruesi gjatë kohës së Ramazanit është më i lirë dhe ka më shumë kohë që të merret me adhurime dhe me përkushtim ndaj Allahut të Madhërisëm, nga që ai është i kursyer nga shpenzimi i kohës dhe angazhimi i tij në përgatitjen e ushqimit dhe ngrënien e tij që zakonisht merr kohë të gjatë. Andaj këtë kohë mund ta shfrytëzojë në punë të mira, në adhurime dhe në përkushtim ndaj Allahut të Madhërisëm. Shumë prej njerëzve nuk e dinë saktësisht se çfarë do të thotë të agjërosh dhe nuk e kuptojnë sa dhe si duhet esencën e agjërimit, andaj dhe i kalojnë ditët e tyre në gjumë, zbavitje, dëfrime dhe në punë të kota, e netët e tyre i kalojnë në udhtime dhe në shëtitje lart e poshtë, pa ndonjë dobi apo arsye. O ti që kalon në orët e jetës tënde të pakthyeshme dhe që për kalimin e tyre nuk mund të ketë kompensim, kalove jetën tënde pa bërë asgjë, duke e ditur se është koha kur duhet punuar, sepse do të vi koha kur do të ndihesh i privuar. O Allah i Madhërisëm, na ruaj neve kohën tonë, na bëj të vendosur në jetën tonë dhe na shfrytëzo në punë të mira, o Allah i Madhërisëm.